Nëse thojmë se jena të krishterë, nëse thojmë se i besojmë Krishtit, edhe zemra jona është e kapon maksimalisht mas tij, nuk mundena me përçu trishtim edhe travaje, e fiksime e blokada tona. Nuk ekziston mor, i krishteni i vërtet i fiksum edhe tepër skematike e mbyllun. Ashtë e pamujtën sepse Krishti nuk të ban kështu. Dashnia e Krishtit është për me të bë lirë, me të bë njëri me horizont, njëri me shpirt, njëri që transmeton jetë. Në kjo se ke Krishtin në brendsinë tënde, e në kjo se Krishti është i pranishëm në jetën tënde, nuk mundesh me transmetu dashakësinë e bllokimeve dhe të fiksimeve boshe. Kur Krishti është qendra e jetës, ti transmeton vetëm forcën e të mirës. Do të qëndron mallështia të kanonit i krishterë, bukuria të kanonit i krishterë. Ata që përçojnë thjesht vetëm moralitete të krishterë, ata që përçojnë thjesht vetëm çështje bllokimesh dhe fiksime boshe, nuk i besojnë Krishtit. I besojnë vetvetes që don me zon vendin e Krishtit, edhe që don mu bë Krisht, por mu bë Krisht kot. Edhe kjo është e gabueshme. Në krishtenim nuk ekziston marrëria. Në krishtenim ekziston Krishti e shpirti dasnisë së tij që të ban të lirë. Përndryshe nuk ekziston asgjë.